Në trupin e njeriut shumë gjëra ndodhin në heshtje, zakonisht ne nuk e ndjejmë rrajën e zemrës, as tretin e ushqimit, as proceset që ndodhin në qelizat tona, por një nga heronjtë e padukshëm të shëndetit ton është padyshim acidi i stomakut, i njohur ndryshe si acidi kloridrik. Ky acid nuk është thjesht një substancë që ndihmon në tretjen e ushqimit, ai është linja e parë e mbrojtjes kundër mikrobeve, bakterjeve dhe edhe kundër disa virusave që hyjnë në trupin përmes gojës. Çfarë bën acidi i stomakut? Tretja e ushqimit ndonse është funksioni më i njohur. Acidi aktivizon enzimin pepsin, që ndihmon në ndarjen e proteinave, e vret mikrobet, shumë baktere, paracitë dhe viruse. Nuk i reziston një mjedisi acidik me vlerën e jonit hidrogjen shumë të ulët. Mbron sistemin tretës, parandalon që mikroorganizmat e dëmshëm të kalojnë në zor, ndihmon në përthithjen e disa vitaminave, si vitamina B12, hekur dhe kalcium. Kur kemi stomak të dobët ose aciditet të ulët, një pjesë e madhe e njerëzve mendojnë se problemet e stomakut vijnë nga shumë acid. Në fakt, në shumë raste problemet shkaktohen nga mungesa e acidit të mjaftueshëm. Ky fenomen njihet si hipokloridi dhe ndodh kur stomaku nuk prodhon sasinë e nevojshme të acidit për të kryer funksionin e tij. Disa pasojë të aciditetit të ulët, tretje e dobët, fryrje gazra, kapllëk dhe diarre, thithje jo efikase e vitaminave dhe mineraleve, rritje ndjeshme ndaj infeksioneve dhe virozave. Si lidhen virozat me stomakun dhe acidin? Shumë nga viruset që prekin trupin ton mund të hyjnë nga uji i ndotur, ushqimi i papastër, kontakti me duar apo sipërfaqe të kontaminuara. Nëse stomaku ka acid në nivele të shëndetshme, ai neutralizon dhe shkatëron viruset përpara se ato mund të kenë mundësi të shëmohen dhe të përhapen. Por nëse kemi një sistem tretës të dobët, vuajmë nga refluksi dhe përdorim shumë antacide ose frenues të acidit, ose jemi në stres kronik, atëherë viruset mund të mbijetojnë në stomak, të kalojnë në zor dhe të nisi një infeksion gastrointestinal. Të dashur miq, edhe një herë tjetër mirëmbrëma. A dini se stomaku ynë ka kujtesë? Dua të flas sot mbi një çështje ose mbi një tematike e cila do të jetë shumë ndryshe. A lën shenjë virozat në stomak edhe si lidhet stomaku i pafuqishëm me virozat? Dhe kryesisht do të fokusohemi pak tek virozat gastrointestinale, do me thënë tek ato virozat cilat prekin sistemin tretës. Tek ato viruse që depërtojnë sistemin respirator dhe futen tek stomaku dhe tek zorët, që shoqërojnë me temperatura të lehta, temperatura subfebrile ose dhe dhimbje muskuloskeletike. Por si fillim, porta hyrëse e viruseve e baktereve nuk duhet harrojmë që është stomaku. Dua të flas sot për disa informacione që nuk thuhen edhe për disa informacione të cilat ndikojnë shumë tek neuronet e stomakut, si lidhet viroza me stomakun. Pikërisht e mendova këtë çështje ose mendova këtë emision për ta diskutuar me ju sepse ne kur kemi një viroz më shumë të ndalemi tek medikamentet që ulin temperaturën dhe tek medikamentet të cilat ulin simptomat e virusit ose të një infeksioni virusal apo të një inflamacioni. Ne duam që të gjejmë rrënjën e problemit. Por si lidhet stomaku? Stomaku si fillim përpunon ato informacione të cilat nuk i përpunon dot truri. Në stomak ndodhen rreth 200 milion neurone. Si ka mundësi? Pra, stomaku përpunon kujtesën, ndjesit, emocionet. Ashtu si truri përpunon, drejton, komandon dhe sinjalizon procese jetike në organizëm, ashtu dhe stomaku sinjalizon dhe dërgon sinjale nervore ose sinjale elektrike në tru. Por si e bën këtë gjë? Unë ua kam thënë në disa emisione se stomaku është një orë biologjike. Stomaku është orë biologjike shumë e rëndësishme dhe është aq shumë efikase dhe përmban ose drejton mekanizma thelbësor sa që lidhen dhe me virozat. Një person që preket shpesh nga virozat ka pepsina dhe ka bikarbonate në nivele të ulura. Madje ka dhe klor në nivele të ulur. Si lidhen këto? Përsëri në disa emisione më përpara nuk e kam zgjeruar kaq shumë sa do ta zgjeroj në këtë emision. Unë nuk kam përmendur se fuqia e acidit kloridrik ose fuqia e enzimave të stomakut ndikon në hyrjen e patogjenëve në zorën e hollë. Këto nuk thuhen. pH-i stomakut duhet të jetë acid, nga 1.5 deri në 2.5. Nëse ky pH ose mukoza e brendshme e stomakut bëhet neutrale ose bazike, ne nuk mund të përpunojmë dot siç duhet ushqimet dhe mund të derdhim në zorën e hollë mbeturina ose substanca të papërpunuara plotësisht të proteinës, të molekulave të karbohidrateve dhe të acideve yndyrore.
Pra pH-i i stomakut duhet të jetë nga 1.5 deri në 2.5, në mënyrë që të sinjalizohet edhe prodhimi i hormoneve lokale. Edhe njëherë tjetër, përse unë u thash që a e keni menduar ndonjëherë se virozat lidhen me stomakun? Nëse ne kemi një stomak të dobët, ne mund të prekemi më shumë nga virozat. Atëherë përse ndodh kjo gjë? Juve u thonë që për sistemin imunitar duhet zinku, duhet B12, duhet sistemi imunitar i fuqishëm. Patjetër që me këtë dhe unë dakordsohem, por le të zbresim tek rrënjët e fiziologjisë. Përse unë them edhe insistoj që stomaku lidhet me virozat. Nëse stomaku është i dobët, nëse stomaku nuk prodhon dot siç duhet ose në mënyrë të plot cilësore të shëndetshme disa faktor antiviral, antimikrobial, antiparazitar, atëherë ne do të prekemi nga virozat. Edhe njëherë tjetër, stomaku ka rreth 100 milion neurone. Këtu po bëj pak pauzë, ose po bëj një ndalesë të vogël. Stomaku ka rreth 100 milion neurone, të cilat këto janë aq shumë të rëndësishme sa që sintetizojnë dhe substanca ose molekula apo lëndë neurotransmetuese, të cilat kanë komunikim me trurin që quhen GABA dhe nga ana tjetër quhen acetilkolina ose peptidi intestinal vazoaktiv. Le të vim pak si lidhet kjo me sistemin imunitar të dobët. Stomaku ka një glikoprotein e cila quhet IFG, faktori intrinsek i gastrit. Të kalojmë pak tek një imazh i stomakut. Përse unë e lidh stomakun me virozat? Ky është një sensor ose është një glikoprotein që unë përmenda dhe prodhohet në varësi të prodhimit të ioneve të hidrogenit. Acidi kloridrik përbëhet nga dy komponentë kryesorë që unë ua kam përmendur. Përbëhet nga ionet e hidrogenit dhe nga anionet e klorit, që këto së bashku me ujin përbëjnë acidin kloridrik ose hidroklorik. Kalojmë pak tek një imazh i stomakut që unë dua t'u them diçka. Përse po shpjegoj mekanizmën e prodhimit të faktorit intrinsek? Nëse ne nuk kemi këtë faktor, ne nuk përthithim mjaftueshëm B12 dhe B12 është kofaktore e disa enzimave shumë jetike, të cilat quhen metionin sintaz. Kalojmë edhe tek një imazh tjetër. U thash që është shumë e rëndësishme sepse metionin sintaza rregullon proceset e metilimit. Proceset e metilacionit janë për të parandaluar dëmtimet e ADN-s. B12-ën, nëse ne marrim si suplement dhe nëse ne nuk kemi acid kloridrik të mjaftueshëm, atëherë ndalojmë pak tek ky imazh këtu. Këtu është pjesa e stomakut. Dhe ne kur konsumojmë B12-ën si suplement, nëse përsëri kemi acidin kloridrik, pepsinogenin të varfër, atëherë ne nuk mund të përfitojmë nga kjo B12. Por si ndodh që stomaku bën të mundur lidhjen e B12-s? Stomaku ka një glikoprotein e cila quhet faktori intrinsek i gastrit. Është një protein e cila prodhohet nga qelizat parietale. Nga qelizat parietale kryesisht në zonën e trupit të stomakut. Stomaku është orë biologjike. Ndaj unë ua theksoj rëndësinë e organeve të sistemit tretës, sepse kudo thuhen përciptazi, kudo konsiderohen si të parëndësishme dhe kudo unë gjej shumë njerëz që po çfarë bën stomaku kur unë kam virus ose kur unë kam bakter. Unë duhet të marr antibiotik që ta shëroj atë. Unë po u them rrënjën e problemit se nga burojnë këto problematika. Nëse këto organe mbajnë të shëndetshme, ne nuk mund prekemi dot nga viruset ose nga bakteret. Edhe nëse prekemi, ne kemi simptoma të cilat janë ose shumë të ulura, pra simptoma ose shumë të lehta, ose asimptomatik, të cilat virusin ne neutralizojmë shumë lehtë me anë të disa citokinave anti-inflamatore që prodhojnë organet e sistemit tretës, të cilat këtu mund të flasim dhe për imunoglobulinat, për imunoglobulin alfën dhe për interferon alfën ose për interferonet të cilat prodhojnë nga sistemi tretës. Interferoni bllokon replikimin e virusit ose të RNA-s mesazhere që drejtohet nga virusi. Sepse virusi kod genetik është, e cila ku e dërgon në qeliz ose në bërtham. Edhe njëherë tjetër,
faktori intrinsek prodhohet nga stomaku. Ky është një sensor që lidh B12-ën. Këtu është sipër është B12 që ndodhet në stomak dhe poshtë me është faktori intrinsek i stomakut. Nëse ky faktor intrinsek ose kjo glikoprotein nuk prodhohet nga qelizat parietale të cilat prodhojnë më shumti në korpusin ose në trupin e stomakut, B12 nuk përthithet, nuk lidhet me këtë sensor. Dhe B12 që të përthithet ka nevojë për këtë sensor që e prodhon stomaku. B12 nga ana tjetër ishte kofaktor i metionin sintazës. B12 nga ana tjetër është mjaft e rëndësishme për një gen i cili quhet metil tetrahidrofolat reduktaza ku 80% e shqiptarëve e kanë të dëmtuar. Që bëhet metabolizmi i folatit dhe që futet brenda në enterocit. Quhet metil tetrahidrofolat reduktaza. Dhe ky gen ose kjo molekulë është mjaft e rëndësishme për metabolizmin e folateve. Le të qëndrojmë pak tek B12 që është mburoja kryesore e sistemit imunitar. Por përpara se ta merrni, nëse stomaku juaj nuk funksionon siç duhet, si pasojë e një gastriti autoimun, si pasojë e një gastriti atrofik, ajo nuk mund të prodhohet në mënyrë të shëndetshme. Pra kompromentohet edhe ulet prodhimi i këtij sensori. B12 është këtu edhe një herë tjetër dhe ky faktor që quhet faktori intrinsek i gastrit është këtu. Dhe që B12 të përthithet duhet që ky sensor të lidhet me B12-ën. Këto janë parimet, këto janë themelet e proceseve fiziologjike, themelet. Vim pak tek një imazh tjetër. Por e zëm se ne e përthithëm këtë. Këtu kemi stomakun, atëherë këtu kemi stomakun. E zëm se ne e përthithëm ose e lidhëm B12-ën. Këtu B12 duhet të jetë lidhur me faktorin intrinsek. Nga ana tjetër kemi pankreasin. Pankreasi copton B12 nga ky faktor. Se është edhe një enzim tjetër aty që quhet haptokorina, por proteazat pankreatike ç'a bëjnë? Përsëri e zbërthejnë B12 nga proteina. Dhe nëse ja ku jemi përsëri këtu, e zëm ne kemi marrë B12 përsëri nga ushqimet. Ajo vjen në zorën e hollë dhe pankreasi bën të mundur prodhimin e disa enzimave tretëse. Përsëri coptohet proteina nga B12. Dhe B12 nëse nuk është e lidhur me këtë sensor, nuk përthithet, nuk absorbohet, e gjithë çështja është e absorbimi. Proteazat pankreatike përsëri coptojnë proteinën dhe përsëri coptojnë ato të cilat quhen vargjet polipeptide dhe këtë e bëjnë nëpërmjet disa enzimave të cilat quhen tripsinogen, kimiotripsinogen, prokarboksipeptidaz. Dhe nëse ne nuk kemi këtë sensor, atëherë nuk mund të përthithet dot në qelizat e zorës së hollë. Për të përthithur nga qelizat e zorës së hollë, kërkojnë përsëri disa receptorë, të cilët quhen receptorët sinjalizues proteinik të ileumit. Dhe zora e hollë e një B12 nëse është e lidhur me këtë glikoprotein që prodhohet në stomak. Zora e hollë e përthith B12 në varësi të një glikoproteini që prodhohet në stomak, që quhet faktori intrinsek i stomakut. Nëse B12 nuk është e lidhur me këtë sensor, atëherë ajo nuk përthithet, nuk futet brenda në gjakun portal. Dhe është çështja tjetër pastaj, kalojmë përsëri tek një imazh i zorëve të holla, që për të përthithur duhet që ne të kemi përsëri një molekulë që të absorbojnë qarkullimin e gjakut portal, që quhet transkobalamina. Transkobalamina detekton që B12 është e lidhur me faktorin intrinsek të gastrit dhe e përthith. Në ileum ndodhen receptorët sinjalizues proteinik të B12-s. Dhe B12, nëse është e lidhur me faktorin intrinsek të gastrit, një glikoprotein e prodhuar nga qelizat parietale, përthithet në pjesën e fundit të zorës së hollë, i cili quhet ileum. Ileumi ka sensor elektrik ose ka sensor mund ta themi ne sinjalizues që përthithin B12-ën. Dhe më pas me anë të një proteine e cila quhet transkobalamina ajo futet në gjakun portal, ku depozitohet më pas në mëlçi. Por përse u thash këtë? Nëse ne kemi B12 në nivele të pakta ku me kujdes,
Nëse doni ta vlerësoni nivelin e B12-s, mund të bëni një analizë. Nëse niveli i B12-s është më pak se 450, duhet merrni masa dhe të shikoni stomakun. Si ta shikoni stomakun? Përthithje. Tek si e përpunon ushqimin ky stomak. Nëse ndjeni një ëndje, ose më saktë nëse ndjeni një fryrje, nëse ndjeni një problematik ose një gastroporez, nëse ndjeni një diskomfort në pjesën e toraksit, ka njerëz që kur konsumojnë dhe ujë direkt fryhen, dhe direkt diafragma mund të preki muskujt ose mund të preki, janë disa regione aty ose janë disa fije nervore, ganglione ose sisteme nervore ose tufa enterike nervore dhe këto lidhen edhe me reflukset. Refluksi nuk ka bën vetëm acidi kloridrik i lartë. Nuk kanë acid kloridrik të lartë njerëzit. Nuk kanë aq ione hidrogjeni në stomak njerëzit. Nuk kanë aq anione të klorit njerëzit për të patur acid kloridrik të lartë. Përkundrazi, substancat e fermentuara, komponentët ose ato substancat cilat nuk coptojnë, nuk transportojnë, nuk zbërthejnë siç duhet nga enzimat, çfarë bëjnë? Prodhojnë disa substanca kimikate ose acide yndyrore me zinxhir të shkurtër, indole, fenole, krezole, skatole. Këto quhen substanca të cilat janë toksike që prodhohen ose që formohen nga aminat proteinogjenike, nga disa aminoacide, sepse mikroorganizmat që parazitojnë zorën si burim ushqimor përdorin aminoacidet, të cilat janë aminoacidet tirozina ose aminoacidet të tjera, ornitina, aminoacidet të tjera, fenilalanina, metionina, cisteina, këto nëse dekompozohen nga bakteret e këqija, formojnë këto lëndë të cilat quhen fenole, indole, krezole, skatole, dhe këto janë amina toksike, të cilat shkaktojnë toksicitet dhe që përsëri marrin pjesë në prodhimin e substancave toksike, komponentëve toksik, ose nxisin dhe prodhimin e disa mediatorëve ose mesazherëve kimik nga muri zorës holl, nga enterocitet. Kjo është fiziologjia e vërtet. Përse u thash këtë gjë? Nëse doni të shikoni nivelin e B12-s, bëni një analizë gjaku, ku duhet jetë më lart se sa 450 për të patur një sistem imunitar të fortë dhe që mos të prekemi nga virozat. Si fillim, ne tham fiziologjinë që si përthithet kjo B12. Dhe nëse në farmaciu e merrni si ciankobalamin, nuk bën. Nuk bën, po ua them prap, nuk duhet të jetë si ciankobalamin. Është jo e metiluar, por ka cianin brenda që procese detoksifikuese në mëlçi me fiziologji, monoksigjenazat mikrozomale, citokrom P450, citokrom A, citokrom B1, citokrom C, duhet të coptojnë ose duhet të heqin cianurin ose cianinën nga kobalamina me anë të proceseve të cilat quhen procesi oksidimit, reduktimit, hidrolizës, konjugimit, këtë metabolit ose këtë substancë që është pak toksike me anë të peroksizomeve e shpërbëjnë dhe përdorin avërsisht një përqindje të konsiderueshme të oksigjenit. Pra B12 e emërtuar si cianokobalamin nuk bën. Për të ngritur nivelet e B12, si fillim mirë duhet të shikuar stomaku, duhet shikuar ndërtimi i epitelit, epiteli, lamina propria, submukoza, sistemi nervor enterik, pepsina, pepsinogjeni, prodhimi i acidit kloridrik nga bashkimi i ioneve të hidrogjenit dhe të klorit. Kjo është e rëndësishme. Duhet parë dhe aktivitetit disa lëndëve antimikrobiale që prodhon stomaku. Tani do të themi pak disa ushqime që influencojnë në rritjen e prodhimit të acidit kloridrik, por dhe në riparimin e mukozës së stomakut. Sepse nëse keni një gastrit atrofik, një gastrit autoimun, nëse keni dhe një gastrit i cili ka preku faktorin intrinsek të gastrit, nuk mund ta prodhoni siç duhet këtë glikoprotein. Ndërsa, e rëndësishme për orën biologjike të stomakut janë edhe ushqimet që nëse ushqimi ose vakti ditor i ushqimit mbyllet brenda orës 20, tani në dimër është e rëndësishme sepse stomaku ka kohë që të prodhojë dhe mucina. Këto mucinat i prodhon nga regioni fundusit dhe i kardjas. Çdo sektor i stomakut përmban proces tjetër. Madje ndonse përmban funksione të tjera çdo sektor i stomakut, këtu e zën prodhohen mucinat, regioni kardjas, regioni fundusit, corpus ventricularis gaster, regioni corpusit, trupi është këtu, kardja dhe fundusi është këtu,
Pjesa e sfinkterit gastroezofageal është këtu. Këto prodhojnë mucina, këtu prodhohet bikarbonati, këtu prodhohet faktori intrinsek i gastrit. Në regionin e antrumit prodhohet një hormon i cili quhet gastrin. Në regionin e antrumit prodhohen dhe acetilkolina që këto bëhen nga degët periferike të nervit vagus. Që acetilkolina është një lëndë ose është një lëndë neurokimike që çlirohet nga degët periferike të sistemit nervor parasimpatik vagovagal. Dhe këto pastaj bëjnë derdhjen e ushqimit. Por ushqimi pas orës 20, ushqimet e skuqura, ushqimet të përpunuara, ushqimet me nivele të larta karbohidrate, ushqimet cilat kanë brum, ushqimet cilat kanë niseshte maja pas kësaj ore, nuk përthithen dhe qa bëjnë skuqin mukozën e stomakut. Çka shkaktojnë inflamacion? Kujdes edhe nga alkooli në këto orë, duhani, nikotina, nga ushqimet cilat janë me përmbajtje shumë të lartë të bazave aminike, të amoniakut, ushqimet cilat janë me vargje shumë gjata të atomeve të karbonit. Proteina është me vargje të larta të atomeve të karbonit. Sikurse dhe yndyrnat në orare të vonshme, sepse mund të provokojnë refluks. Edhe stomaku për të coptuar atë yndyrnën, sepse sintetizon, quhet një lipaz preduodenale ose një lipaz gastrike, sepse prodhon një sasi shumë të vogël stomaku të lipazës. Ajo prodhon është edhe lipaza linguale, lipaza preduodenale, lipaza gastrike. Pra, këto ushqime me sasi të lartë të proteinës të yndyrnës ose ushqimet që provokojnë inflamacion nuk duhen, kryesisht të skuqura dhe pjet me gaz, për të patur një stomak të shëndetshëm. Ndërsa, cilat janë ushqimet që forcojnë mukozën e stomakut? Si fillim njërë, boronicat, janë shumë të mira. Boronicat me kos. Kosi duhet jetë patjetër organik. Ku ti them unë kos organik? Kos organik do të thotë kosi bërë në mënyrë shtëpiake. Është më i sigurt dhe përmban mund ta themi përmban nivele të konsiderueshme disa lactobacilluse, disa bifidobaktere dhe që mund kombinohet me boronica. Ushqim tjetër i rëndësishëm për stomakun është aloe vera. Aloe vera përmban disa komponent, përmban edhe disa pigmente natyrale dhe disa substanca bioaktive biologjike, por përmban lëndë antivirale, antibakteriale, antitumoriale. Me kujdes, aloe vera duhet jetë si fillim e pastër, nuk duhet merrni aloe vera do si do. Dhe aloe vera duhet jetë përsëri e pastër, nuk duhet jetë e kontaminuar me lëndë të tjera dhe nëse mund ta përdorni për të forcuar stomakun, mund ta përdorni deri një lugë çaj, tolluar në një gocë me ujë dhe me pak gjethe mente. Aloe vera përmban izoflavone, metilflavone, përmban disa lëndë të cilat quhen cidoninat, përmban disa lëndë të cilat quhen trigonelinat, përmban disa lëndë të cilat quhen arbutina, përmban disa lëndë të cilat quhen trisparidinat, katekinat, katekinstilbenët, luteolinidinat, peridininat, peridininolet, por më të rëndësishme nga këto është katekinat, katekinstilbenët. Njëkohësisht aloe vera përmban ose ka dhe izoflavon ose pigmente natyrale. Te pigmentet natyrale ne fusim këto flavonoidët, ndërsa alkaloidët janë substanca që përmbajnë dhe baza azotike. Më shumti aloe vera ka atë gjelin që përmban alilizotiocianate, glikozinolate të rëndësishme që riparojnë mukozën e stomakut. Aloe vera, nëse kombinohet me ujë dhe me pak xhamente, riparon mukozën e stomakut. Është e mirë për mukozën e stomakut. Ndërsa këtu aloe vera më shumë t'i ka vlera në gastrite, në inflamacion të theksuar të stomakut. Por edhe njëherë tjetër, patjetër që këto është e mira që t'i përdorni duke konsultuar me profesionistin e duhur mjekësor. Jo t'i bëni sipas kokës tuaj dhe t'lini medikamentet. Unë s'ua kam thënë asnjëherë këtë gjë. Me ushqimin e duhur, me këshillat e duhura. Ndërsa për të forcuar acidin kloridrik është mentja, është limoni që unë a kam përmendur, është nenexhiku, është borziloku, të cilat janë super ushqime që forcojnë dhe mbështesin prodhimin acidit kloridrik. Dhe ushqime të rëndësishme për ulçërën në stomak edhe për ulçërën në duoden. Këto patjetër që janë probleme që kërkojnë patjetër konsultimin e mjekut në radhë të parë. Unë e kam fjalën dhe për t'i parandaluar, por dhe për t'i mbajtur në kontroll dhe që të mos përhapet grada e inflamacionit. Ushqimet për ulçërën, dardha, kungulli, lakra, karota. Janë 4 ushqime shumë të rëndësishme. Dardha,
kungulli, lakra, karota. Karota çfarë përmban? Gitaloksin, mitoflakson, patuletin. Lakra përmban një lëndë e cila quhet metilmetionin ose vitamina U. Lakra nga ana tjetër përmban një lëndë e cila quhet cidonin, trigonelin. Tjetër, kungulli përmban kukurbitakina, metil kukurbitakina, izotetratsakidinat, alfa bisabolenët, beta bisabolenët. Tjetër, Darda përmban lëndë të cilat unë ua përmenda pak më parë, cidonina, trigonelinat, alil izotiocianatet, glikozinolatet. Darda është e rëndësishme sepse vesh ose riparon edhe mukozën ose qelizat epiteliale dhe lamina proprian. Darda së bashku dhe me lëvorën e saj përmban lëndë të rëndësishme, përmban mangan, përmban lëndë të cilat quhen fosfor. Mangani është tepër i rëndësishëm dhe për funksionin e ciklit të krepsit. Mangani është përsëri një mineral i cili është i rëndësishëm dhe për anemin. Lakra përmban pektin, sikurse dhe lakra, sikurse karota, sikurse dhe kungulli, sikurse dhe darda përmbajnë pektina. Pektinat janë disa fibra që riparojnë ose veshin mukozën e stomakut. Një ndër këto më të rëndësishmet janë trigonelinat, cidoninat, metilmetionina, izotetratsakidinat, të cilat veshin dhe riparojnë dhe reduktojnë inflamacionin. Trigonelinat, cidoninat janë shumë efektive. Nga ana tjetër, tek lakra ndodhet kryesisht tek lakra e bardh, shtrydhja ose smuthi lakrës së bardh përmban alil izotiocianate, glikozinolate, përmban disa lëndë cilat quhen sulforafan dhe metilmetionin. Nga ana tjetër, lakra forcon dhe proceset detoksifikuese të heparit, forcon edhe vena portën ose qarkullimin e gjakut venoz, vena porta e cila formohet nga bashkimi i tre venave. Vena mezenterike superiore, vena lienale, sikurse vena porta formohet nga bashkimi i venës mezenterike superiore, venës mezenterike inferiore dhe venës lienale. Prandaj, kungulli, karotat, repat, darda janë shumë të rëndësishme. Mund t'i bëni dhe në smooth, mund t'i bëni dhe në formë pureje. Karota njërë me kungull është shumë efektive për të bërë në formë pureje. Lakra e bardhë në formën e smoothit, 1 deri në 2 filxhan në ditë, sepse përmban metilmetionin, karota, gitaloksin, mitoflakson, patuletinat, përmban dhe lëndë të tjera të cilat quhen izoviteksinat, viteksinat, përmban nivele të rëndësishme beta-karoten, fugoksantinat, neoksantinat, izoflavone, metilflavone, përmban në mënyrë të konsiderueshme peridininat, peridininolët, beta-karotenët, karotenoidët. Karota është mjaft e rëndësishme sepse me këtë lëndën gelatinoze që ndodhet këtu vesh epitelin e qelizave të mukozës së duodenit, epitelin e qelizave të mukozës së stomakut dhe mund të kombinohet ose me dardën ose me kungullin. Darda si pure mund ta bëni si komposto, por pa sheqer, vetëm me lëndët e saj organike, flavonoidët, polifenolët, izoflavonët, antocianinat dhe taninat që ajo ka, sepse alkaloidët janë substanca biologjike që përmbajnë azot, ndërsa flavonoidët janë pigmente natyrale, që këtu hynë katekinat, galokatekinat, katekinstilbenet, luteolinat, luteolinat cianidinat, madje lakra e bardhë ka nivele të konsiderueshme sikurse dhe cianopikrin, luteolinidin, luteolin, apigenin, tricetinat, galokatekinat, katekinstilbenet. Këto ndodhen edhe te disa çajrat e sherebelat, e rozmarinat, tek kamomili. Përmban nivele të konsiderueshme sekoizol, larisiksirezinol, pinorezinolët, të cilat edhe këto janë komponent biologjik të rëndësishëm anti-inflamator, por për inflamacionet të cilat ulçërën ose problemet e stomakut, pureja e dardhës, e karotës, e kungullit është e rëndësishme, lëngu i lakrës është i rëndësishëm, sepse këto parandalojnë dhe reduktojnë inflamacionin. Prandaj është e rëndësishme që si fillim stomaku dhe vetëm stomaku, dhe armisht kryesor të stomakut janë vajrat e hidrogenizuar, ushqimet e skuqura që çfarë vajrash kanë aty nuk i dihet. Këto janë armiqtë e stomakut, të cilat duhen eliminuar me patjetër. Nëse konsumohet salca, norte, vona, patatet e skuqura, këto ushqime nga fëmijët, atë rritet edhe mundësia e kancerave. Nga këto ushqime rritet mundësia dhe karcinomave në stomak. Nga këto ushqime të përpunuara me çfarëdo lloj salce, monosodium glutamat, konservues, lëndë të papastra, rritet mundësia dhe për kancer në stomak, sidomos nga të rinjt. Prandaj me kujdes.
Nga unë mish Luciano Bardhi, ju uroj natën e mirë dhe kujdesuni për shëndetin tuaj. Ju përshëndes.